Ore njerëz, ore po kam 4 orë duke lëviz në për Oslo. Të gjitha racat e botës janë. Po mirë më zotnit në rrugë. Si nuk pashi bish cigare, si s'pashi cop letër në rrugë. Po si ka mundësi më? Edhe këtu ka me mira shqiptar e nga gjithë racat e botës. Po nuk shevi gjomër në tokë, nuk shevi gjo në tokë. Po qa bëhet shumë atë vendin tonë më? Po qa bëhet më aq pisë? Që vazhdojnë ala hapin dritare e i hullin gjonat nga makina. Po turp mërë pra do bashki që kanë nga 2-3 mijë vetë punojsh bashkije për pastërtin, që nuk dalin rrugëve. A e mani men mërë ju të brezit tim, në kohë të qof largut, kur na qisnin me shatë pionerin qafë, rinin në përcepat e rrugës, edhe ku shullte diçka në tokë, një shkonim me vrapi, thoshin të lude, mere nga toka, se po bën ambientin pis. Edhe kjo punë ka ndodhur në Shqipërinë tonë para 20 vjetëve, para 50 vjetëve, para 60 vjetëve. Edhe tashti që ne duam lirinë, ne duam demokracinë, nuk duam rregullin. Turp edhe doni me bëhet vend turistik. Edhe të gjithë lëviznin në përbotë dhe të gjithë shikoni, me mira njerëz kalojnë, me mira. Are respekte.